mirë se vini në podcastin e iVisionit, edhe sot jena me Rita Musan, që është studente në nivelin bachelor, duke studiuar marrëdhënie ndërkombëtare në Vjenë, Austri. Ja fillojmë pak Rita me na tregu çysh është me qenë studente në Austri, se është një ndër destinacionet që më shumë t'ia kërkojnë, veçanërisht Vjenën. Çysh është jeta? Së pari faleminderit për ftesën. Jeta studentore në Vjenë është diçka komplet ndryshe jetës studentore këtu në Kosovë, sidomos t'ja nis prej lirisë që përfiton si studente jashtë, krejt sanet nuk i ki hazër që shiki në shtëpi, duhesh me menaxhu kohën vet, po krejt të mirat janë që ti e njeh vetveten shumë ma mirë se sa i kishe njoft veten këtu në Kosovë. Kemo ballafaqu me sfida të ndryshme që ndikojnë në çdo aspekt jetës tone, edhe me këtë ritëm ti vetëm përfiton më shumë njohuri se sa kishe marrë nëse ishe kon student këtu në Kosovë. Shumë e vërtet. Edhe është mirë që edhe prind kanë mbështetur, ndonjëherë na ndihmë shpesh ato bachelorin përfundu këtu, të një masterin jashtë, a ki pas edhe të vështirësinë atë pjesën që mi bind prindrit me të lonë me shku në studime jashtë? Besoj mami ka pas pak problem se ka qenë ma e lidhur me mua dhe më kon fëmija e parë dhe ka thonë hajde këturi për bachelor del jashtë për master. Po kur e kanë pa të dy që jem kon shumë e vendosne për ëndrat e mia dhe me një pikë edhe më kanë kuptu se të dy prind kanë qenë jashtë për studimet e tyre, ka thonë okej, po të suportojmë këtë rrugtim. Ti tash e ki përfundu semestrin e parë, tash ki me hinë semestër dytë. A ka qenë i vështirë adaptime, a shumë shpejt ka qenë, lehtë ka qenë mu adaptu një jashtë familjes? Fillimi është pak i vështirë se atëherë merr vesh që sa ndikon më kon jashtë familjes, nuk e ki atë ngrohtësinë që ta jep ndoshta familja, po për çata është rëndësishme që mi bo një shoqni të mirë që edhe ta harrojnë që e ki që të mërzi, po edhe kur t'ja nis normalisht fakulteti, punë të fakultetit, atin edhe harrojnë me të marrë malli, ama është vetëm fillimi i vështirë. Besoj që me kalimin e kohës edhe vetë mësohesh edhe nuk është diçka keq se ti ki dal jashtë për diçka të mirë. Edhe normal kur ta din që ki dalë për diçka të mirë jashtë, normal që të suportojnë halo dhe ma shumë tjertë. Edhe është mirë se krejt studenta që aty krejt janë i për herë të parë që janë i larg familjes, që kene t'u gjinë në qytet të ri për herë të parë me qenë gjirolokarin bankare, numrin, me marrë ato problemet, po Austri, Vjena, edhe kështu destinacion shumë i bukur për studime. A ka pas kur je shku, kështu që ki pas në një culture shock, diçka që e ki vrejt, ose ma ndryshe qenë kam për kulturës tona, ka pas në një... Vetëmja culture shock që e kom pas është orari i punës. Ata fillojnë me punu pak ma vonë, ka ora 9, për mbyllën shumë herët, ka ora 6 ose 8, edhe normalisht dillave nuk punojnë hiq. Edhe që ajo konë pak dëqysh se je dasht me menaxhu kohën, për të se ka me shku atje, jo atje duhet mi këshyr orarin, edhe ka shansa që ose vetë jem në mshejt, edhe nuk japi njoftime para prakisht, që ajo është që dush pak me menaxhu kohën, po për ndryshe asaj nuk është që ka diçka ndryshe prej Kosovës. A ju në të ftoftë si njerëz? A tu ka ndok të ftoftë? Në fillim ujnë me të do ftoftë, po me kalimin e kohës tu afru me ata e vrejnë që është diçka normale, se gjithkush është i ftoftë në fillim, po masane fillon edhe merr një ngrohtësi për të dyve. Vetëm normalisht pak gjuha ndikon, pasi që gjuha gjermane atje flitet, edhe duhesh pak një ditë ose elementare, po në anglisht kuptojnë shumë mirë edhe flitet në çdo rajon, nuk e kanë problem hiq, kuptojnë anglisht adin nuk e kanë fare problem, po normalisht nëse edhe din pak gjermanisht nivelin ani pik dë, ndimon hala ma shumë jetën e përditshme. Super, po. Edhe ma letë nësë do në me gjithë punë si studente, me punu. Ti studion në Universitetin e Websterit, që është universitet amerikan, që ka kampuse edhe në për Europë. Edhe nëse nuk gaboj, edhe lokacionin e ka shumë në qendër të Vjenës. Tash Vjena ndodhet në 23 rretha. Rrethi i parë është qendra, rrethi i dytë është fakulteti. Do të thonë është 10-15 minuta me ecën kom edhe e ki qendrën shumë afër. Po edhe me lokacion është shumë mirë se ki tramvaj edhe metro gati përballë shkollës, ki kafe, lokale, markete, ka gjithçka që nevojitet në jetën tonë studentore. Ti prej banesës ku jeton, deri me shku deri në universitet, sa bën? 15 minuta me tramvaj, me hec dikoj bjen gjysore. Nashta e ku marrë vet, pak ma në periferi, po ka që është kampusi është shumë afër edhe me këto
konviktet, është njëri që është gati 10 minuta me eci, vetëm komë dhe është direkt krejt drejt. Kështu që adin varet nëse edhe ti dën me këshyr diku më afër, ka zgjidhje më afër. Sa shkojnë shpenzimet e jetesës si një studente në Vjenë? Tash unë e paguaj për konvikt 800 euro. Tash nëse gjejnë banesë ose konvikte më të lira, ki edhe më lirë. Po në puna kohës e ku marrë pak vonë edhe s'kum pas shumë opsione. Po nëse banesa, do të thonë rent, shkon diku 800 euro, këto tjerat nevojitën, kisha thonë 300 euro për ushqim për të mujen, edhe shpenzimet tjera 200 euro çka ki vetëm nëse dën me dalë ose diçka që dën me blepi dëshirës. Po sa një tjetër i mirë është që ka edhe shumë student discounts, që merr nëpër markete, muze, në kafe, edhe websteri vet adin ka discounts të vetat, që në lokale edhe restorane të ndryshme më shku me 25-20% zbritje. Ose mirë. E kështu a keni zbritje edhe me shku në opera, që në gjosh me koncerte, krejt, edhe në balet. Edhe në balet, ose mirë. Edhe në Webster ti ki fitu bursë, 50%. 50%. T'lumt. Faleminderit. A i ki pas, a mundesh me na tregu nota që i ki pas, TOEFL-in? Po, TOEFL-in i kum pas 93 pikë, mesatare në kum pas 4.9, nëse nuk ka bëjnë shkollë të mesme, edhe kum pas shumë aktivitete që jo mirë jashtë shkollës, edhe kum pas edhe që kum punu me organizata jashtë Kosovës, me UN-in kum pas certifikata, edhe me këto kurse që jep Harvardi online gjatë verës. Kretë këto, edhe këto aktivitetet jashtë shkollore shumë rrojnë sistemin Amerikan për pranim, për bursë, ati kështë marrë një bursë shumë të madhe, gjysën e tarifës, të lumt. Duke studiu marrëdhënie ndërkombëtare, cilat janë kohë ndoshta e di që veç një semestër të ka ra me kry deri në çet pikë, po ndoshta më na tregu pak një lanë për çti semestrit që të ka pëlqyer edhe që shkon e strukturuar, çka keni qysh ka shku. Atëherë për këtë semestër landa preferume ka qenë Advanced Studies in Human Rights Law, me thonë kena mësu për drejtat e njeriut, me çka po ballafaqohet në jetën e përditshme, po dhe me çka u ballafaqu edhe më herët. Kena fol për diskriminimin që marrin, sidomos në këtë kohë që jena të jetu, edhe me çka ballafaqohen çdo njeri që dën që imigron, që se migrojnë, që shina kona në rastin ton. Edhe normal na edhe vet e kena po çka ballafaqohen tjetë edhe normal ka jarë merr motivim edhe me ju nimu atyne. Diçka interesante në këtë lanë që e kena mësu është që interneti, Wi-Fi, është të dashtë më bo e drejtë çdo njeriu në botë, edhe atin, kur të mëson që si sa në të reja që nuk keni kur ose nuk të ka shku menja, normal që e merr motivim me mësu hala dhe ma shumë. Sa interesant, interneti më bëhet drejt bazike çdo njeri që me pas qasja. Po. Wow. Aspiratat mbas i përfundon studimet, a ki qef më marrë me të drejtat njerëzit, a me punu për UN-in, me marrëdhënie ndërkombëtare shumë fushë gjonë? Po, në fushën e diplomacisë, kisha pas qef me punu edhe për international security, me këto organizata që merren kështu, si për shembull AKI-ja që është në Kosovë, po edhe për UN-in, ose më konë edhe diplomati Kosovës, diçka e re, sidomos nëse je gjinis femrore. Po. Uroj që bëhet krejt. Faleminderit. A ka qenë lehtë me bo dhe shoqni kur është shku për herë të parë ajon, a kanë qenë njerëz të shoqnushëm brenda universitetit? Po, atëherë na kena pas orientation week, edhe që atëherë kena pas kohën me njoftu pak me një tjetrin, po krejt jena konë në pozitën e njëjtë, që nuk e kena njoft kërkon, edhe krejt kena dashur me bo shoqni, edhe normalisht është shumë lehtë me bo shoqni, se krejt jemi në pozitën e njëjtë, edhe vetëm tu u njoftu me një tjetrin, tu najt bashk, mas mësimi e krejt e kena formu edhe rrethin ton, që ka diversitet shumë të madh. Ka prej Amerikës Latine, Amerikës Veriore, prej vetë Evropës, Hungarisë, Slovakisë, edhe prej vendeve tjera, Azerbajxhanit e krejt. Më thonë, diversiteti është shumë i lartë në Webster. E ty me kënde kia të rrethin e ngusht prej kajon? Rrethin e ngusht normal e kam edhe për shqiptarve, edhe të Kosovës, edhe të Shqipnisë. E kam të Evropës, Hungarisë, edhe privat Austrisë, ka edhe studenta austriak që studiojnë atje, po jenë për vendeve tjera, atje që vjen për Gracit, për shembull,
po edhe kam shoqni edhe që thash për vendeve pak më të largëta Azerbajxhanit. Sa interesant. Websteri mbasi ka kampuse edhe në shumë lokacione në Amerikë, në Vjenë, në Athinë, Gjenev, në Leiden, Holland, po ka edhe marrëveshje edhe me fakultete jashtë kampuseve të sajna. Apo mendon me bon ndonjë exchange dikon gjatë studimeve? Njëherë nuk e kam plan, ama kisha pas shumë qef me bo exchange në Kinë, në Universitetin e Shanghait, janë partners, janë tied up universitete, nuk është që kanë kampus tëne, po jena krejt studentat bashkë të përzim, edhe kisha pas qef me përjetu diçka jashtë Evropës edhe Amerikës, diçka që nashta nuk të vjen çdo herë njëjtë, është një mundësi që të vjen vetëm një herë. Do të thonë keni drejt me bo ne ose 2 exchanges semestra? Po, vetëm një exchange për semestër. A një exchange, do të thonë për gjatë 4 vite studimeve, që i keni 8 semestra, mundeni një për gjatë Një në ose semestër? 2, nuk kemi sigur. Dush me fol edhe me advisor, se ndikon edhe mesatarja shumë, se nëse nuk e ki mesatarin e nalt, nuk më është me marrë të klasa specifike, ose nuk më është me shku exchange. Po, do me thonë, nëse nuk je student me mesatare të mirë, po, nuk mundesh me po ose edhe mund është edhe mund pëzullu pi fakultetit, nuk mund është me shku në përmsem, në për ligjerata, me paraqit provime, edhe dush me marrë ma pak klasa, edhe normalisht edhe bursa më të me tup nëse të bjen mesatarja. Në fakultet, mbranda fakultetit, qysh po trajtohet kjo çështja e inteligjencës artificiale mbranda detyrave, inkurajohet, ndalohet, qysh trajtohet? Po, atëherë në syllabus e kena aty të caktume që nëse vetëm përdoret immediately të e fail klasën tona, dush me pas shumë kujdes, ata të thojnë që ti mund është mi për duesh jo me kopju krejt, për vetëm marrë informata. Ka edhe që i kena pas statistikën këtë landë, ajna ka inkuariju vetë që me përdor, por ka thonë që vetëm në për detyra me pyet çka keni problem ose në esan, se nëse e bën vetëm copy-paste vrejhet edhe shkon në AI detectors që i kanë këta, edhe normalisht vrejhet edhe shkon fail klasën tona. Pra, me përdor, po me ditë edhe qysh me përdor, jo veç me kopju komplet çka del si rezultat. Edhe në shumicën e kohës edhe ka qenë përgjigjet e gabume, se ka shansa që vetë profesori atje e shkruan if your AI paste this example. Edhe atë i lëshojnë disa trike që nëse nuk ki kujdes, bjen në ngracën e direkt. Po më pëlqejnë profesorat. Mirë pas kanë mendu. Profesorat jonë Amerikan, Austriak, ka lloj shmëri. Po, ka Italian, Slovak, ka të prej çdo vendi që mund është. E në këtë lanë, këtë semestër çfarë lanëve ki me pas? E kam International Security, që shumë në po pres me mësu. E ku marrë gjermanisht, nivelin A1, qëta vetëm pak me përdicu këtë që i dijet e mi a gjermanisht. E kam Global Cornerstone, është vetëm që mësojmë me shkrujt artikuj, Harvard Style, e këto gjana tjera që me pik presje, vetëm mësojmë që me shkrujt eseja, ose tekst të ndryshme. Tjetër, së më kujtojnë ka kam. Këmar International Law, që edhe për këta jem excited me mësu. Edhe këmar me dialoge, political debates, që shme mësu me debatu, cilat duesh me qitë së pare, kur dënë me debatu me dikon, faktet, e këto tjerat. Sa të mirë halon. Është e mirë që mund është mi zgedh vetë lanë, normal edhe advisor, pak të thët, me rekta, jo nuk mund është mi marrë këta, po e ki një liri që mund është mi bo orarin të në vetë, dhe që është tjetër diçka që më ka pëlqy shumë Webster, se i ku marrë edhe lant, i ku më qitë më ngjaz shumicën, që me pas ditën free, edhe si për shambull të premt edhe këtë semestër nuk kam sem heq, që ku më në me lidh vikendin për më këtë në Kosovë në i vikend. Që ajo edhe mira shumë për vjen që po ka direkt fluturime direkte, çdo ditë më duket ka, kështu që pak më të mungu familja, po mundesh marrë me njëherë. Shumë mirë. Atë ka hala me udhtu edhe në për vende tjera në për Austri ose në për Evropë? Këtë semestër nuk më ka ra shumë. Kena shku vetëm dhe në Prag me shoqni, dhe në Çeki, po këtë semestër kena ma shumë plane, edhe normalisht koha tash është ma nxehtë,
Se tash Austria është në qendër të Evropës dhe me tren, diku 20 euro kushton një bilet, unë është më shkon krejt rajonet që ka e në ofër. So mirë. E mrenda Vjenës, a ki ndonjë kafe që shkon me mësu, ose ndonjë vend që të pëlqen shumë një ambelsin, ose një shfaqje ose koncert që e ki pa që të ka pëlqy, me të ardhi dikush në Vjenë, ku e qënte? E kisha qu të këto kafe që janë pak ma të vjetra, Okay. e kanë një arkitektur shumë të bukur edhe mrena edhe jashtë edhe dyqysh ku shkon me mësu në qasë kafe edhe t'jep motiv me mësu ma shumë. Mundesh me mësu, të lejohet, okay. Po, është këto kafet janë si këto që mundesh me përësit një kafe dhe me najt 5 orë në kafe. Nuk e kanë problem heq. Prej deserteve, mas shumë të pëlqen Kaiserschmarrni, që është pallaqink që e dojnë ata, edhe i qesin sosat të ndryshëm, me vanil ose gjem e kësi sana. Po kafet janë të mira, do të thënë kultura e kafes është e njëjtë si këtu në Kosovë, ki kafe kudo, ka edhe këto që janë matreja ma moderne, Starbucks, e kësi sana, po ato janë pak ma të ngarkume, e këto që ka janë pak ma largë, janë ma qeta, edhe ka popullsi vendore që shkojnë aty, edhe secili they mind their own business, kështu që ti të mësu ata foljen, nuk do të kërkosh kurrë. Nuk thojnë, ani mirë. Po të le kanë me mësu. Po. Edhe kjo më duket është shumë e njohur Christmas Market kur bëhet në Vjenë. Shumë i shohim do foto që bëhet shumë bukure, kanë Websteri këtë vjet e ka pas vetë kanë organizu studentat më shku krejt bashk, të shën Bryni që u konë. Këtë dimër ka pas shumë turist, edhe najnë akon vetë turist në këtë rast, po e kena shku në për shumë tjera Rat House, se ka qenë ajma që u konë ma popular, po edhe kena eksploru edhe vetë shusht me përjetu Christmas atje, sidomos një ngrëtësi që e merë që nashta këtu nuk festohet qatë shumë, pa atje festohet dhe gjdo kush është me një jolly, janë shumë të happy gjdo kush. Sa mirë. Halloween o festua, u bëj ke qytetin e Jo shumë, vetëm qatë natë kohën kanë vesh kostume gjdo kush, edhe prind, edhe pleq, edhe krejt, nuk ka pas heq, nuk ka pas marrë, nuk ekziston marrë atje. Krejt veshëm për Halloween. E për studentat që po mendojnë, a mendajt këto a me dalë jashtë për studimet, cila i shkon këshilla jote? Atëherë një këshill për krejt maturant është që mos më shku në fakultetit ku dënë shku shoqënia jote, që kjo fakulteti, drejtimit, diploma që e merë, ka me të me të njëtën, edhe nëse dënë me kry diçka veç hajt, nuk të kisha thonë me kry se që shtojnë fakulteti më të më konë disa për viteve ma të mira të jetës tonë, edhe është një kohë që ti vetë dush më rrit, me njoft veten hala ma shumë, dhe shoqënia mirë nuk është që një distancë, unë hala kam shoqëni për shkollës mesme, ku se cili ka dalë jashtë në për vendet të ndryshme, po ne hala takohemi me njëri tjetrin folim çdo ditë, edhe ju kisha thonë që mos me pas frikë për kur gjohet. Nëse dojnë me provu diçka, provu. Mos me të rapi shman kur. O po, mos me të rash, pra shërë me vetë mja pikë që më kam betur që se kum kryo dhe bachelorin jashtë, komplet përvoj tjetër, ndryshe është më shku për bachelor, ndryshe për master, pjekesh ma shpejt, rritesh, e sfidon veten që po thosh mësën krejt sandet, me po prigatimit, me lateshat, me menagju kohën, me menagju paret. Po, qaj financat është pak, dyshysh kur ta sheni vlerë pak ma të madhe, ta shtu duna me da shpenzimet mujore, se nëse vetëm hajt në fillim të mujit, masanaj në fund të mujit, a din e vrejnë që ku i kum hargju të në këtë para. Po. Do është ta mërë më bo si mi shënu krejt sandet. Kafja që ka ambelsina. po mësën. Websteri si universitet apo të pëlqen, a i ka përmbush pritshmëritë e tuja me profesora, me land, me... A atë ka dalë që shki shpresu që është? Po, ka dalë edhe ma e mirë. Edhe ma e mirë. Në kësha thonë për kurikullin e kanë shumë të njëjtë me shkollat e mesme këtu në Kosovë, e ki prezentime, projekte, quize, teste, dhe me thonë, nuk është që vetëm një final exam, ta determinën krejt notën që e merë për të në semestrin. Dhe me thonë, e ki të ndame, normal ki edhe aktivitet këtu që ka full, që ka shpjegon. Websteri masane ka dhe klubet e veta që nëse vetëm një sportist mund është edhe me join football club, volleyball club, basketball club, kena dhe klube tjera këtu debate që ka janë International Relations Club, dhe me thonë, gati gjdo javë kena një aktivitet të ri në Webster edhe
është shumë qep me take part dhe pse nashta nuk t'intereson heq, po kur të shkon edhe shoqënia jote thu hajt okay, po shkoj edhe unë, takon çështo njerëz të ri, edhe vetëm marr këshilla pi tjerëve, edhe e sheh që fakulteti është diçka shumë e ndryshe, secili dyqysh t'jep këshilla çka me bo, çka mos me bo, që ata nashta i kanë bo çto gabime, ty të thojnë mos e bë çto, ose për kur i kena pas me marrë lanë, kanë thonë merre çto njëherë, ata e merr ma vonë. Do të thonë, your peers help you out në çdo aspekt. Po edhe profesorat besoj të ndihmojnë, stafi, po edhe shoqënia se thonë qëta, po që ky profesor Po, po mbaj një herë. Duket jetu kalu shumë mirë si studente, shumë. edhe shpresoj që vazhdon me shiju. Faleminderit. Faleminderit shumë që kjo është sot edhe i kindo edhe me studenta tjerë që janë të interesu me studiu në Austri, krejt përvojën tonë. Kushdo që nuk e den nana partner me Websterin, kështu asistojmë fare as me krejt procedurat për vizë, për pranem, për bursë, edhe kaq për sot. Shihemi herën tjetër.